kena vendosur me bërë në formë të langut. E tha edhe Lena, i shtoni më shumë sasi të ujit nëse doni me përdor langun e rrushit për shkak të përmbajtjes së tyre, mineraleve, vitaminave, e çdo gjë tjetër. Nëse doni me përdor në formë reçeli, i shtoni sasi të ujit më të vogël. Len? Se duhet me shiu pa tjetër saranda arome. Ta me thonë fantastike. Prit se po të një maj. Hajde mos i merë këtë pak ma të të shushun se kësha gullu heq, Len. Në isha bitë shumë me rosh. Kjo sasia e mbetjes pastaj mund të përdoret së reçel. Sa në mafshin që atë se pas ke më gëzu shumë sot. Sot pas ke më gëzu, veç me s'ta këshyrëm na kader dhe të se gëzohëm. Okej. Të dashur mes, të gjitha recetat i gjeni në faqen Familja Jon, në të gjitha rrjetet sociale. Me Lenën, po ashtu, edhe këtë recetë të langut të rrushit, sasinë e cila te pranë, nuk e di